أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد gjithë hamdi falenderimet dhe lavdia e plotit e kanë të madhit Allah te baraka wa taala salat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po vazhdojmë me kapitullin e radhës, kapitulli 14 nga libri i bereqetshëm i Imam Neveviut, Allahu e mëshiroft, i cili afërsisht para 8 shekujve e ka shkruar këtë libër, Riyadus Salihin, kopshti i njerëzve të mirë, ku ka përmbledh më shumë se 2000 hadithe të pejgamberit alayhis salam, i ka ndarë në kapituj të ndryshëm. Përmbajtja e gjitha këtyre haditheve kanë një qëllim final: si me u afru te kënaqësia dhe razia e Allahut, e pastaj me razin dhe kënaqësinë e Allahut, me mirësitë dhe mëshirën e tij, me u kënaqë në xhennetet e tij. Allahu na kënaq në xhennetet e tij, neve, prindërit tanë dhe gjithë dashurit tonë. Kapitulli 14 titullohet kapitulli i maturisë apo i mesatarisë në adhurim. Kry ka përmend autori, Allahu më mëshiroft, atë mësuesit e tij, ulemat e tij, hoxhallarët e tij dhe hoxhallarët dhe mësuesit tonë, 10 hadithe. Sonte do t'i lexojmë 5 prej tyre. Fillimisht, sikurse Imam Neveviu, metodologjia e tij, stili i tij, çdo kapitull për krah titullit që ka, fillimisht sjell ajete nga Kurani për temën përkatëse. Këtu i ka sjell 2 hadithe. Do të thonë, kapitulli që Imam Neveviu dëshiron me na tregu që në sferën e ibadetit duhet të jemi mesatar, që ne kupton. As të zhytemi në ekstremizëm të tepërt, sikur do t'i lexojmë hadithet që i ka sjell, por e kundërta e ekstremizmit është ekstremizmi tjetër, në skajin tjetër ku njerëzit janë neglizhent, janë pa lloj, pa asnjë lloj motivi e përgjegjësie karshi në shtrimit ndaj Allahut, ndërsa Kurani dhe pejgamberi na mësojnë rrugën e mesit në aspektin e nënshtrimit ton dhe ibadeteve ndaj Allahut te baraka wa taala. Imam Neveviu e sjell fillimisht fillimin 2 ajetet e para të kapitullit Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Thot Allahu fuqiplot, Taha. Ju e dini, janë disa 10 sura në Kur'an që hapen me këto shkronja që kuptimin ja u din vetëm Allahu. Surja e dytë në Kur'an, me njëherë, surja Bekara, fillon Elif Lam Mim. Surja e tretë, Ali Imran, prap Elif Lam Mim. Edhe kjo surja Taha, Allahu e din kuptimin e sakt dhe qëllimin këtyre 2 shkronjave, Taha, Taja edhe Haja. Ka shumë shpjegime, ulemaja kanë shkruar libra, po japin një shpjegim të përgjithshëm. Një prej kuptimeve pse Allahu i ka hap disa sure me këto shkronja, Allahu ka dashur me u thon arabëve, të cilëve Allahu a zbriti Kur'anin me gjuhën e tyre. Sikur Allahu nëpërmjet këtyre shkronjave ju thot: a jeni ju arab folës? A janë këto shkronja të alfabeti juj? A i përdorni këto shkronja në jetën e juj të përditshme? Ja, po u azbresim një libër i cili ka peshë të madhe, është përplot mrekulli, urtësi, dhe ju këto shkronja nuk i kuptoni dot. Pik. Domethënë sfid që tregon madhështinë dhe peshën e rëndë të Kur'anit. Ajeti i dytë lidhet me temën tonë, kapitullin. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. O Muhammed, nuk ta kemi zbrit ne ty Kur'anin, Kur'ani me qenë një barë e rëndë për ty. Nuk ka Kur'ani nga kesë. Pejgamberi alayhis salam as shumë ka fal namaz natë, ju kanë ai kont. I ka zbrit ajeti. Do të thonë Kur'ani nuk ka ngarkesë për ty barë.
Kurani në natyrën e tij, në brendimin e shpirtit e tij është i lehtë. Prandaj Imamu Nawawi ka sjell ajetin e dytë 185 Bekara, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu për juve e dëshiron të lehtën. Allahu nuk dëshiron juve mi u ngarku me barë të rënd, me vështirësi. Është interesant, vëllezër, mbajini mend një rregull. Sa ka mundësi në gjuhën shqipe ju me pasuru veten edhe njohuritë e juja për me kuptu Kur'anin saktë dhe drejt, kjo është një çështje tjetër. Elhamdulillah, kur më shumë biblioteka islame nuk ka pas literaturë sa sot. Por ka mungesë librave akademike e që nuk janë për ju ato parimisht, po ka njerëz që kanë shumë zell, kanë dëshirë edhe mundën mu zgjeru. Nëse dënë me kuptu një ajet apo disa ajete, janë disa kushte, janë disa kritere për me kuptu saktë dhe drejt ajetin apo ajetet. Një prej kushteve patjetër domosdo është me ditë kohën kur ka zbrit ajeti, edhe shkakun pse ka zbrit ajeti, edhe tematikën pse ka zbrit ajeti. Tash që ky ajeti 185, që është një pjesë e ajetit, Allahu për juve e dën të lehtën, Allahu nuk e dën vështirësinë. Ajeti është interesant, ka zbrit fillimisht në Medinë. 2. Rrethanat kohore janë ka zbrit kur Allahu e ka bë obligim agjerimin e muajit Ramazanit. Dhe më thonë, konteksti, aspekti kuptimor, edhe ana e dispozitave shariatike lidhen me një ibadet që ma heret s'ka qenë obligim për muslimant. Muslimant në Mekë nuk kanë agjeru Ramazanin. Muslimant për 13 vite në Mekë nuk kanë agjeru Ramazan. Edhe në vitin e parë kër janë shpërgull prej Mekës Medine, nuk ka pas Ramazan. Obligimi për agjerimin e muajit bekuar të Ramazanit ka ndodhur në vitin e dytë në Medinë. Prandaj pejgamberi alajhissalam ka agjeru 9 Ramazana. 5 Ramazana muaji ka pas 30 ditë, 4 Ramazana muaji ka pas 29 ditë. Si e dini, llogaritja e muajit me kalendar lunar sipas Hanës, muaji as nuk i ka 31 ditë, as nuk i ka 28, i ka 29 apo 30. Dhe në këtë kuptim, kur Allahu e ka obligu pejgamberin dhe umetin e tij me agjerimin e muajit Ramazanit, në mes tjerash Allahu e sjell edhe këtë dispozit, edhe këtë rregull. Agjerimi i muajit Ramazanit nuk është i lehtë. Në parim është vështirë. Nuk e kanë krejt motin edhe klimën si na 4 stin brenda 12 muajve. Nëse shkojmë atje në skajt të Skandinavis, Norvegji, e dini atë ka probleme, 6 muaj jonë gati veç së natë, 6 muaj jonë vetëm ditë. Ka një jo baraspesh mes natës edhe ditës. Nëse shkon në Arabi Saudite, në shtetet e Gjirit, në për Sahara, në atë pjesë, në Afrikë, Allahu na ka beku në vendin ton me klim që brenda 365 ditëve ne i përjetojmë, i shijojmë edhe kënaqemi me 4 stin. Jo krejt vendet e botës se kanë këtë bukuri dhe këtë dhunti. Po në brenda këti konteksti Allahu thot u bo obligim, ajetet ma heret, agjerimi, nëse jeni në udhtim, nëse jeni të smut, nëse jeni të vjetër, bla bla bla, ajetet që vazhdojnë, thot yuridu Allahu bikumul yusra. Në përmjet tash, nëse e marim kontekstin drejt për drejt, me obligueshmërinë e agjerimit muajit Ramazanit, Allahu thot: o ju besimtar dhe ju musliman, çfarë do lloj moshe që keni, çfarë do lloj gjendje dhe statusi që mund ta keni, vendas, udhëtar, gjendje lufte, gjendje paqe, punë të rënda, punë fizike, në ushtri, ku ta diune, Allahu në përmjet agjerimit për juve nuk dëshiron që agjerimi me qenë barë, ngarkes, vështërsi, por Allahu dëshiron që në përmjet agjerimit për ju më të letën. Prandaj,
dispozitat fetare për agjerusin varësisht statusit dhe gjendin që e ka të leta. Është plak, s'ka obligim. Është sultan, nuk është obligim. On luft, nuk ka obligim. Është ushtar, nuk ka obligim. Kështu me radhë. Gruaja shtatzane nuk është obligim. Gruaja lehan nuk është obligim. Gruaja që i ka fëmijë duke i hap xhi, nuk e ka obligim agjerimin në kohën, periudhën e caktuar, kështu me radhë. Por ky ajet ka rëndësi të madhe në shariatin ton, se ky është një parim i përgjithshëm në fesë ton. Mos harroni, ky ajeti është shumë i rëndësishëm në fenë ton, se parim i përgjithshëm i Islamit është e lehta, jo e vështira. Parim i përgjithshëm i Islamit është fleksibiliteti, jo rigiditeti, më koni ngurt. Po këtu ka tash muhabet, se këtu njerëzit tash me këto terme edhe bojnë hile. Njerëzit me këto terme edhe bojnë interpretime qysh i përshtaten dikujt apo një kohë, apo një vendi, apo një sundusi. Por në parim, shariati është i lehtë. Ftoft i madh, ose po i zojmë komandanti këtu që kanë uniform, e kur kanë me i vesh ato qizme të rënda, është problem me i desh, qysh me marrë avdes, kanë me shku atje me rujt kufinin veri. Për këta tani ka dispozita shariatike për avdesin e për namazin e për mesin dveçanta, se Islami është i lehtë, nuk është i rëndë. Apo kupton? Do të thonë, njerëzve duhet gjithmonë me au ofru kapitullin e vërtet të Islamit, e natyra e Islamit është e lehtë, jo e rëndë. Fetvaja kryesore në haxh e pejgamberit ka qenë la haraj, la haraj, la haraj. Pa merak. S'është problem. Nuk o gjuna. O arnjoni mas forti ka shkuj ka bo sajin mes dy kodrave Safa Marwa, jo tavafin. Toni ka bo tavafin. A e kom haqin rregull, la haraje, në rregull është. A i tjetëri ka njësë tu, a i tjetëri. Do më thonë, haqë është ibadet i vështirë. Duhet forcë fizike, për pos aspektit material e ekonomik, gjihadi për gra. Po pejgamberi ka thonë, parimi i përgjithshëm që duhet kryet haxhi është mja u bo njerëzve të letë. Jo njerëzve mja u është tirsu dhe mja u bo problematike haxhin, se natyra e Islamit është e lehtë. Prandaj këtu është shumë më rëndësi, na me i tërgu të tjerëve që a keni pasë të Islami, e ki pasë të njerëz që nuk e njohin Islamin, duhet mi mësu. Thot, nuk ka me fejnë tonë. Feja Islam është me mira, është e paqë, është pa pak zara me mbajt. Dhe më thonë, aj nuk e ka idin që është Islami. Aj nuk ka provu me jetu praktikisht 24 orë si muslimon. Thot, ku 5 rendit më falë azar është. Kush për juve e ka problem namazin? Tash namazi për stilin për juve është agent dhe program njetin e ti, është natyrshmëri. Për ty nuk pa. Mërë edhe nëse i ki 100.000 nga kesa, për ty koha e namazit është pjesë e 24 orëve tua që Allah t'i ka jap njetë. Hiç s'është më rëndësi sa puni kiti. Namazi është pjesë e 24 orëve që Allah t'i ka jap mundësin me tu njetën e kësaj bote. Se na shkun shumë minuta ndorë Zotit. Hadithi parë, hadithi 142 për sonte, transmeton Aisha radiallahu anha. Thot, një ditë pejgamberi alayhis salam thot Aisha tek unë. Dhe tek unë ishte një grua musafir të Aisha. Pejgamberi kur hini në shtëpi, i tha, men hadhihi, i tha, kush është kjo grup këtu? Në kuptua, po lyp më njoftu, kush është kjo zoj që na ka në shtëpi, na ka nderuar, na ka respektu. Aisha tha, ja Rasulullah, kjo është filanja, sa namaz fal shumë, bon ibadet shumë, fal namaz nafile shumë, o shumë muslimone e mirë. Pejgamberi alayhis salam tani e shfrytëzoi rastin për këtë grunë dhe gjitha gratë dhe burrat e muslimanëve deri ditë kiametit një rregull të artë. I tha, me aleikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Pejgamberi alayhis salam e përdori një shprehje qortim të butë, tha jo, tha, nuk ka nevoj njeriu me e ngarku veten për te kapacitetit, për te mundësis. Namazi nuk o ngarkes, ibadeti nafile nuk o ngarkes. Ajto natën falet, shembull.
Unë rritha deri namaz, lojton natën, lexoj Kur'an, falna, bëj dua, bëj dhikr, e fali namazin e sabahit në xhami, edhe shkoj te shtëpia. Edhe po tani diku ka dreka çona. Gabim, okay? Ço gabim? Nëse i martum ku nusja jote, nëse ke fëmijë, ku janë fëmijët e tu, kush i çon në shkollë, kush punon për ty, kush e fiton rrezikun, e shumë pyetje tjera. Pejgamberi ai sa tha, jo tha, nuk ka nevojë tha njeriu me rit kapacitetin e ibadeteve vullnetare kaq shumë. Aleikum bima tutiqun, këshillat arta. Tha ju duhet të bëni ibadet vullnetar aq sa keni takat. Aq sa keni takat, jo me shter krejt fuqinë e fundit, po sa keni mundësi që nuk i hinin hak toni dhe familjes, nuk i hinin hak punës, nuk i hinin hak kujshis, nuk i hinin hak shoqënisë e kështu me radhë. Çuçi tha tash pejgamberi. Tha Allahu asnjëherë nuk bezdiset më jep juve shpërblim derisa ju nuk bezdiseni. Derisa të lodheni faluni, Allahu nuk ndalet t'ju jep shpërblim, por ibadeti vullnetar duhet me pas një kufi për me smihin haktën e ti të tjerëve. Dhe më thonë, apo shëni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si e tërhek me njëre jep këshilla dhe vrejtje që nuk duhet me tepru, po duhet me pas mesatari edhe maturi në sferën e ibadeteve nafile. Hadithi i dytë për natën e sontit 143 e transmeton Enesi radhiyallahu anhu, është hadith në këtë kuptim, në këtë tematik. Thot Enesi radhiyallahu anhu, erdhen 3 shok, 3 djemtri, një ditë në një shtëpi prej shtëpive të grave të pejgamberit alayhis salam, dhe e kërkuan Resulullahin, por Resulullahi nuk ishte në shtëpi. Ata kishin ardhur për me pyet për një çështje shumë fisnike pejgamberin. Kishin ardhur me pyet pejgamberin alayhis salam për ibadetin e tij. Sa bën ibadet ja Rasulullah? Por nuk e gjetën. Dhe aty në shtëpinë e pejgamberit e jepen një besë para Allahut, u zotun. Njëri prej tyre tha, unë tha për çdo ditë du me agjëru. I dyti tha, unë tha për çdo natë du mu fal të natën ibadet. I teti tha, unë për hatër të Allahut s'du mu martu. Se me bë mu martu, martesa, fëmia, gruaja, angazhimet, mohabitin prej adhurimit ndaj Allahut, unë du m'ja përkushtu jetën time komplet Allahut. Gruaja pejgamberit alayhis salam i dëgjoi këto zotime dhe këtë besë tyre 3 djemve që ishin plot entuziazëm e ambicie e vullnet për ibadetin. Kur edhe pejgamberi alayhis salam i tregon tha kanë ardhur çdo 3 djemtrit kanë kërku e tjerë, pejgamberi tha firmin i tha ata djem këto. Kur erdhën than, a jeni ju çata 3 që jeni kur më herët më keni kërku po. Tha ti i pari çka the? Tha ti i pari ti ke thonë unë çdo ditë du më agjëru. Jo në Ramazan, jashtë Ramazanit, për gjithmonë Ramazan. Tha po. Tha ti i dyti çka ke thonë? Tha unë gjithmonë natën du më fal të natën, s'du më flajt. Nafile. Tha ti i treti ke thonë s'du më martu. Ha tha dëgjoni. Tha unë edhe agjëroj, por edhe ha, nuk agjëroj 365 ditë. Tha unë falem natën, por edhe flej. Tha dhe martohem. E tash tu pejgamberi e tha një rregull, e caktoi rregullin e artë për krejt umetin e tij. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush largohet prej rrugës time, kush lyp tash një standard tjetër. Jo unë du 365 ditë me ngjinu. Unë du veç natën mu fal. Unë s'du mu martu. A nuk ka kjo rruga ime. Rruga ime është mu martu. Edhe njeriu kur martohet ka obligime ndaj grusëve dhe vladëve e tjerë. Unë du mu fal natën, po du me flajt se du mu çu nesër me punu. Me fitu riskun. Tha dhe du me agjëru, po jo 365 ditë. Por në fund është kjo poenta. Pejgamberi tha, kush kërkon rrugë tjetër, do të thonë, që kjo rruga e mesit, kjo rruga e maturisë, çdo te kalim i kësaj rruge, në të djathtë apo në të majtë, në të dy skajet e ekstremizmit, është largim prej rrugës pejgamberit alayhis salam, edhe prej sunnetit të tij në kuptimin e përgjithshëm. 144, hadithi 3 sonte me radhë, e transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili thot ka thon pejgamberi alayhis salam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un.
janë bo helaq, janë shkatru ata që e teprojnë, i lypin gjithmonë, qërë se bën me përkthy edhe fjalën ekstremizëm. Janë bo helaq, janë shkatru ekstremistat. Por këtu tani unë duhet jam i obligum me jap një sqarim. Se sidomos mbas luftës është përdor e është fol e është shkru shumë për ekstremizmin. 90% për mos me thonë ma shumë se 90% ata që kanë shkru e kanë fol haberin nuk ja kanë çka është ekstremizmi, po flasim kuptimin fetar, ndërsa ata të cilët duhet me fol kanë fol pak ose kanë fol po nuk u dëgju zëri tyre. Se tash ai zotnia me peshorën e tij, ka njëri i ka ndarë vetin, thot e thira djalin e motrës ndasem se e ko martu nipin. E ka djaldajes, nuk merdh ndasem se ka raki, ekstremistisht ai. Se peshorja ka ndarë tia që këti ekstremist. A ky nuk e din që kjo s'ka lidhje me ekstremizmin. Domthon kur ka thonë pejgamberi alayhis salam, helekel mutanatti'un, janë shkatru ata që i tejkalojnë kufit e asaj mesatarës që e ka vendosur Kurani pejgamberi, ata janë ekstremista. Jo ky ekstremisti tha, çash i zhbo, tha filoni ekstremist, tha e kish mlu gruan e tij, çu e ka mlu? A e ka shti thesin krya, e ka mlua? A din tash e kalon pa fryma, po do me ngulfata, çka kjo mesele. Jo pe tha e kish ditë çkamin. Të lutem. Prandaj ekstremizmin çka është te i kalim i mesatarës dhe i kufive që i ka vendos Allahu fuqiplot dhe pejgamberi dhe na i kanë spjegu qërështash ajetet e Kuranit dënë me i spjegu ai profesori atje nuk për atë në vëdon cila është ekspertiza jote, qka ki lexuti vjen keq ata profesorat, shumica e profesorave me respektin më të madhin, nuk kjo është fyrja as kur gjo, edhe këto e thëm me argumente. Kur do që dikush me jamër mendja që nuk o kështu që ka pëdhëm, byrëm në çdo aspekt e tregojmë argumentin. Shumica e profesorave që ka flasin për Kur'anin edhe për fenë islame, në shumë të në rasteve kanë lexuar prej ose fakultetit orientalistikës Beogradit, ose ato që kanë përkthy prej kuzhinës Beogradit. Në Shqip. Veç dallimi e ka lexuar rilindje, ama ai prej Beogradit ardh. Problem është kjo punë. Kjo është problem. E, 4 djemtri që kanë qasje lexojnë orientalista perëndimor, lexojnë gjuhën angleze, po kjo nuk e hap drejtën ai me bo ekspert edhe me tregu, sikur ai zotni atje prej Zvicrës atje, gazetar shumë i respektuar, profesionist si gazetar, po jo me na treguaj ajetet e hijabit, edhe me marr ajetin prej ajetet e hijabit mbulesës islame, me tregu që nuk kanë fenë islame femna me mbulu kokën edhe trupin. S'ja ka haberin, kur hiq. Aja ka marrë edhe ka lexu ajetin të përkthym gjermanisht. Gjermanisht e ka marrë. E ka marrë edhe shqip, edhe tha e kom lexu, tha, Çaushevicin, tha, se është Kurani më i miri përkthym, tha, bosnjakisht pej Sarajevës. Ose ti se kike, ai hoxhallar që kanë studiuar në botën arabe, edhe nuk janë të gjithë me kapacitet me marë, edhe po duhet me i marë sa libra tjerë të djetarve, enciklopedi, për marë deri të kuptimi, se jo për me japë një spjegim. Prandaj o shumë më rëndësi këto me e kuptu, që rreth ekstremizmit dhe për ekstremizmin, e thuj të një radikalizmin, e qka pëjdi une, shumica që flasin edhe shkrujnë nuk janë kompetent. Nuk janë kompetent. Ose shkrujnë edhe flasin për agenda, ose për do bursa, ose për një çmim që e ka marë, ose që do me marë, ose e ka marë në shtetësinë dhe pasoshin e nëj shtetit. Ata që flasin kryesisht pak dëgjohet zëri i tyre, ata që janë kompetent, ose edhe ata që janë kompetent, nuk po flasin shumë, duhet me u shpjegu njerëzve për me ditë me kuptu. A këtu që ka thonë pejgamberi sa janë shkatru dhe janë bëllë helaq ekstremistat, janë ata të cilët e teprojnë duke i te i kalu, për shembull, që konkretisht Ibn Uthejmini rahimahullah kur e shpjegon këtë hadith duke komentu thot nëse një njeri ka një smundje
ose është edhe i moshuar dhe i smut, edhe me çdo kush do të mengjenu Ramazanin, e agjerimi i Ramazanit ja shkakton 100.000 telashe shëndetit tina, thot është rrezik që ky njeri që nga kokfortësia do në me agjeru përkundër smundjes të pashërushme, përkundër moshës, thot ky mundet me hi në qëto që ka thonë pejgamberi, është shkatru ai që është ekstremist. Që është sa bukur? Që të njeri kompetent e spjegon qysh ose një njeri i cili Allah ju nderoft, ka nevoj me u pastru, me marë gusël, është bo për uj, është bo gjynip, dhe aj 3 herë, 4 herë, o hi, o la, ka marë gusël, apet edhe herë, zdi, ajo më la mirë, zdi ako marë avdes, zdi ako më shti ujnë ngojnë hunë mirë, ose një njeri të marë avdes, po zdi a e lava dorën, po zdi e kom shti ujnë hund mirë, qëre, me shti ujnë hund, edhe me shpërla hundën kur të merë avdes, edhe me lagojnë, me bo gërgarë, edhe me quderit e fyti, është pjesë e avdesit, por jo ti, më thëjke një gjëmatli, thëjke Baba Haji, rahmet i pa shpirti se jo ndek, tash edhe Baba Haji dhe i gjallit i jo ndek, kjo punë para lufte, tha Baba Haji tha e ka një pasqyre të vogël, sa herë merë avdes, e këshyr gojen, mas pidel pej nej dhomit, nej pik gjaki, e piprishit avdesi. Tha një ditë gati hupja këshomi, tha u bëjke vezvese, sa këshomi kohën e vogël dimrit, more mos më ka dollë, kjo është ngarkes, është një farloj ekstremizmi i pa nevojshëm. Ose, sikur, nuk e di ku kesha qëtohan qëtë gjamia ty. Jo, të qështë gjamia në ditë para një 2-3 jave, e falem dreken, edhe her një vlo, u shkon me familje, me grune vetë, e tha, a bon mu hi, dull gjemati, a bon tha me hi, gruja me fal namazin, po mërë hi një falëni, mirë, no, ndel, a i zhia në një kësë, shkoni për, tha, ku me hongër këtu buk halal? Tha, ku të hajmë kejtë qashi jo halal, na kejtë muslimanina? Ku të hanë krejt halal? A kejt ka halal? Krejt halal mëre? Da kejt muslimanina? Dhe përdonë, shqeqoni njerëzit qysh e ngarkojnë veten, a është mishi halal, a është qepaptoria halal, a është restorani halal, a është kuzhina halal, a e ka prej me bismillah, a e ka therë qysh duhet, a mos e ka përdor atë revolen, a i ka dol gjaki, a si ka dol gjaki, a e ka këthy ka kibla, a ka marë avdes, leni ju lutem, këto jonë ngarkesat pane vojshme që nuk jonë pjesë e jona, të da këtë jonë musliman, krejt kasat unë që i njën komunën teme, por që shtu besoj janë këtë qytetet e Kosovës, krejt thojnë bismillah Allahu Ekber kërë prej. Mjafton, por nuk kemi nevoj me u kap për gjera të cilat pastaj munden në fund me i paracit këta njerëz si njerëz që jonë po i shtrëngojnë gjërat pa nevoj dhe pa arsy. Hadithi i 4 për sonte është hadithi e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, ku thotë Rasulullahi alayhis salam, inna ad-dina yusrun, feja është e lehtë. Walan yushad ad-dinu illa ghalaba. Nuk e kupton dikush fen me ngarkesa, vetëm se një ditë ka mu lodh edhe ka melsh, ka mu dërzu. Nuk feja o maraton, vëllezër. Feja është deri sa t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut. Prandaj fen duhet me kuptu me natyrshmërinë e saj. Ç'është tha pejgamberi? Tha feja është e lehtë. Presje, vazhdon. Nuk e kupton dikush fen, nuk e ngarkon veten, ai e ka problemin me kuptimin e tij individual, vetëm se një ditë ai ka mu lodh edhe ka mu dorëzu. Pranaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawha wa shay'un min al dulja. Hadith është i vërtetë transmeton Buhariu, thot pejgamberi alayhi salam, veproni mirë dhe drejt, afrohuni asaj që është e mira, përgëzoni, ndihmoni. Do të thonë me një fjalë porosia pejgamberit alayhi salam, adin na e kena një fjalë kadal e të drejt, mos u ngut, kadal, do të thonë maraton. Tash, a ke po normal në Ramazan
na kapa i vullnetit, dëshira, rritet imani, atmosfera Ramazanit, agjerimi, namazit e radhive. Edhe në Ramazan shumë prej neve lexojnë dikush njëre Kur'anin, dikush 2, dikush 5, dikush 7. Shumë bukur. E mas Ramazanit është gabim pe Ramazanit e Ramazan veç me lexu. Por pejgamberi alayhis salam thot, vepra më e dashur tek Allahu është një vepër edhe nëse është e vogël, por ka vazhdimsi. S'ndalet. Bën adet para se me fal vitrin, me i fal 2 rekate nafile për zënat. Mos e fal sunetin mas farzit, para se me fal vitrin 2 rekate nafile. Kur ka me kalu një kohë, s'është më rëndësi 5 javë, 7 javë, 10 javë, 15 javë, shpirti don edhe 2 mishtu, 4. Ajo të një botë shprehi. Por në rregull një natë me i falë 8 rekate, 2 satë më knaq, e 7 mos më falë. Tash është kjo problem është. Islami, çto ka thënë pejgamberi? Saddidu wa qaribu. Afroni sendet, rrethoni sendet. Çka kuptimi popullor më i miri? Afroni, rrethoni sendet. Afroni, rrethoni sendet. Esni drejt. Mos i kapni sendet. Me hez. Ata pleshton shumë më që më vonë. I sa fjallë të urta ka tha, ja ka jap shumë tha gjën, tha kosës, mos jap gjën kosës. Jon 5 hektar, duhet me kosit këtë livallin, si ta kap ti shpejt, bam, lodhesh, dërzosh, elshon bajrakun. Kadal. Rrethej gjenat, rrethej gjërat, afroj gjërat, kështu na mëson edhe pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithi i fundit për sonte është hadithi e Enesit prap, të cilin transmeton edhe Buhariu dhe Muslimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë Enesi, një ditë tha pejgamberi alayhis salam hyri në xhami dhe mes 2 shtyllave të xhamis e pa një litar. Mes 2 shtyllave e kanë lidh për shtyllës një shtyllë një litar. Pejgamberi alayhis salam tha, kush e ka lidh këtë litar, për çka shërben ky konop, ky litar? Dikush tha, Zejnebi, gruaja e pejgamberit e sam. Pse? Tha, po natën, tha, po falet shumë, gat. E ty u fal, po lodhet. E kur kotet, mos murzu, mu pështetën litar. E ka mendu mos murzu. Qëllim fisnik, apo? Pejgamberi alayhis salam tha, khalluhu, tha, ja, hekeni atë litar. Li yusalli ahadukum nashatahu fa idha fatara falyarqud. Tha, le të falet çdo kush për juve sa është me elan, me energji, me vullnet, me kapacitet. Falet me lezet. Momentin kur e ka plog shtia, le të flan, kripuna, na filo kjo. Shëqoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka reagu në këto raste që njerëzit e kanë kuptu ibadetin, namazin, agjerimin, ku ta diune, me ngarkes të pa nevojshme. Këto janë çto 5 hadithe personte që Imamu Nawawi rahimahullah është mundu me sjell si manuale që neve na përket me zgjedh rrugën e mesit, kemi të matur edhe mesatar në sferën e ibadeteve nafile. Allahu i mbush zemrat tona plot dashni e zell për punë të mira të hajrit, derisa të fitojmë razinë dhe kënaqësinë e Allahut te baraka ve teala. Allahu na mëshiroft neve prindrit tanë dhe gjithë dashurit tonë dhe mbaron umetin e Muhamedit alayhis salam. Allahu edin më së miri, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.